Në transmetimin e radhës e emisionit Hea me drejtuese gazetaren Laureta Petoshati, tema që u trajtua ishte kujtesa historike dhe pasuria kulturore e Çamërisë. Të ftuar ishin profesor Halil Shabani, historian arkeolog, profesor Monika Asani Hoshafi, pedagoge e gjuhës shqipe dhe letërsisë në Universitetin Ismail Qemali dhe autore shumë librave studimor për gjuhën shqipe. Salih Nuredini, drejtor artistik i ansamblit Krau i Shqiponjës, doktor Elidon Brahimi, drejtuesi i ansamblit të këngës dhe valles Amantja. Të ftuarit thanë se çdo të thotë emocionalisht të jesh një çam i lindur jashtë Çamërisë, pavarësisht se jetojnë në Shqipëri me bashkëkombësitë e tyre. Ata thanë se trashëgojnë një identitet që është i rrënjosur thellë në shpirt për një vend që mund të mos kishin parë kur fizikisht, por janë ndier thellësisht të lidhur me të nga dashuria që u kanë futur në gjak të parët e tyre për Çamërinë, kulturën, doket dhe zakonet e saj. Historiani Halil Shabani foli për disa nga figurat më të rëndësishme historike të Çamërisë, roli që kanë luajtur në historinë e Shqipërisë dhe kontributin e çamëve në luftrat për pavarësi dhe çështjen kombëtare shqiptare. Ai ndaloi në figurën e madhe të dietarit Hoxha Tasin, që është një nga 100 figurat më të mëdha në historinë e perandorisë osmane. Profesor Monika Asani Hoshafi tha se cilat janë veçoritë e nën dialektit çam, duke theksuar se është dialekti më skajor i toskërishtes dhe është e folmja më e vjetër më arkaike që ruan gjuha shqipe. Ajo foli dhe për dy shkrimtarët MNZ me origjinë çame si Dimitër Pasku, i njohur si Mitrush Kuteli, dhe për Bilal Xhaferin, të cilët kanë ndikuar fuqishëm në letërsinë shqipe. Zoti Salih Nuredini tha se cilat janë vallet më të njohura të traditës çame dhe çfarë mesazhesh përcjellin ato. Duke u ndalur në figurën e Osman Takës, ai sqaroi detajet të valles së Osman Takës, për të cilën tha se në bashkëpunim me Bashkinë e Konispolit po përgatitet dosja që kjo valle të pranohet nga UNESCO si vlerë e njerëzimit. Ai foli dhe për kostumet popullore të Çamërisë, ndërsa doktor Elidon Brahimi si valltar dhe drejtues artistik tregoi si kanë ndikuar ngjarjet historike në stilin dhe motivet e valleve çame dhe vuri theksi në ruajtjen e traditës. Emisioni Hea me drejtuese Laureta Petoshati rikthehet sërish të shtunën në orën 17:45 në ekranin e televizionit 6+1 Vlora.